Reshjet e nisura këtë javë janë të mirëprituara për përmirësimin e situatës hidrike në kaskadën e Drinit, pasi për shkak të mungesës së reshjeve të shiut dhe dëborës ka pasur rënje të nivelit të ujit në Fiers, ujëmblesi më i madh në vend nga ku varet edhe prodhimi i energjisë elektrike. Si pasojë të centrali ka ndalur përkohësisht prodhimin e energjisë. Në muajt e fundit, niveli i ujit në liçenin e Fiers ka pasur rënje të ndjeshme për shkak të mungesës së reshjeve dhe purëve të ulta nga lumenjtë e Drini Bardh dhe Drini Zi. Aktualisht niveli ndodhet në kotën e 267 metër. Kjo situatë ka ekspozuar bazamentet e urës mbi Drinë e Zi dhe Drinë e Bardh dhe ka të kurrë bazenin e liçenit rreth kupolës së tij. Për të ruajtur rezervat hidrike, Kooperativa Elektrogjenike Shqiptare ka ndaluar funksionimin e të 4 turbinave të hidrocentralit duke pezulluar përkohësisht prodhimin e energjisë elektrike. Specialistët e mjedisit paralajmërojnë se rënja e nivelit të ujit në kota mund të rrezikojë gjallësat në liçen. Megjithatë, reshjet e Stinës kanë sjellë një përmirësim të situatës hidrike gjatë janarit, të shkurtit dhe marsit. Në janar 2025, niveli i ujit në liçenin e Fiersës u rrit në 274 metra, duke garantuar një prodhim më të qëndrueshëm të energjisë dhe ulur varësinë nga importi.